Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një vlog të ri. Unë jam Wendy dhe ky është kanali im në YouTube. Videoja që do ndiqni sot është shumë vlog i bukur. Jam me vajzën time dhe po hikim dhe i lodrat, do pi kafen e me gjengri. Dhe Selina do lozit e lodrat, kurse mami ban Ajanën. Në këtë video do të shikoni hap pas hapi transformimin tim. Lena ku je, mama? Ako e Selena. Selena ka ishur të fundin në bukër me të crop topin e vet. Unë kam ishur të pantallonat lino dhe një kanatier të bardhë. Lena trëndafila? Kush i dha trëndafilat? Kjo është pamja nga jashtë se si do duket më mirë kur të vinë, se të dielën do ta kemi për në drek, edhe do duket më bukur, më qartë. Tashi, u kthyer në shtëpi edhe ishim pak te Big Marketi, që unë le merita me ato çmimet e Big Marketi dhe si marr. Vajti Selena, mbante më ku ishin lodrat, mori këtë Barbie. Mori dhe burrin e Barbie keni. Tregoj çik mama te kamera këta. Tregoj pas te kamera. Nëse se po ha. Pasaj morëm një lace Marigon, andej nuk i gjej do të në të fundit. Morëm makarona të gjata, divella. Ja, kjo është teni se po i hap qumë. Burri Barbie. Burri Barbie? Burri Barbie. Stai gjyshi, ti stai gjyshi ta ujti, ta eqi, se eqi gjyshi, mami nuk di. Stai, ja, i se kom t'ja hapi. Stai gjyshi, nuk di mami ta hapi. Hapi gjyshi. Titi, hape. E da mu i gjyshi? Hape. Kë? Na. Pastaj. Pastaj, kemi marrë biskota për 2 gocat plazmon. Pastaj kemi marrë salc, dhe makarona. Kemi marrë qumësh lufra. Makarona Seline si i ha Selena. Kemi marrë kos frutash. Nëse prishë gjyshi? Nga këto takino mish për gocat. Po faturën s'na e dhaj ato? Po. Kemi edhe morëm edhe disa shuratje për Ajanën, gjitha atyja tash ke marrë që të lozi këtu. Dhe të gjitha këto kushtuan rreth 30.000 lekë. 30.000 lekë. E ke faturën do? Më duhet t'i lexoj shumë. Unë le merisa, vetëm kjo ishte diku tek 3.000-4.000 lekë mos gabofsha. Vetëm kjo 3.000 ose 4.000 lekë. Barbie. Të dy, njeri ka kushtuar 6.000 lekë, njeri 5.000 lekë. Kjo, 3.390 lekë. Biskota, 5.790 lekë. Makarona, 55 lekë.
Të dyja pak, dhe Selina dhe ato nga 85, Lejsi 1000 lek. Lejsin unë e kam lënë para se t'ikja unë në Itali, 500 lek. Ka shkuar 1000 lek. Këto logat e Ajanës, 3000 lek. Qesja 200 lek. Qa prisha? Shumë shi 1500. Kosta 3000 lek. 1190 lek kushtoj ajo salsa dhe paketa e babit e cigares 3000 lek. Gjitha këto 34.000 lek e 720. Nuk e di, unë Lemerisa këtu. Kam ardhur se do bëj vetullat laminim. Laminim besoj se do t'i bëj, po nejse. Inshallah nuk ndrojmë në një mandje tjetër. Jam këtu, tek do t'ja tregoj se ku do t'i bëj procesin e tjerë. Tani duket vetëm pak dyqani se po vjen goca që do mi bëj. Gjendja ime aktuale është kjo, edhe do të bëjmë qepik dhe vetull. Ky është rezultati final. Jam pak të errta tani, po me kalimin e kohës do bëhet si ngjyra e flokëve të mi. Më super pëlqen. Shikoni që ndodh tani kur takojnë dy youtubera bashkë. Kam filmuar, por që doja t'ju tregoj që kam bërë flokët, i kam lyer, edhe kam bërë dhëmbët, bëra pjesën e lartme. Këto që kam tani kam klëp, se nesër kam ditëlindjen e Ajanës, edhe i kam klëp. Dhe kam bërë edhe thonjt, se tani isha një dyqan, mora fejri dhe një djath bebe. Kam bërë dhe thonë vetullat, laminim, qepikët LVL, edhe sponsor ndonë me dhëmbët, se kam këto plastiket sa për ditëlindje dhe të martën do të shkoj dhe të përfundoj procedurën. Por shumë më pëlqen. Të jam provizor, të mia do janë pak më të vegjël,
Nuk do jenë kaq shëndej. Po çdo bëj një mbushje estetike, zbardhime dhe kështu se nga që i kisha shumë mirë poshtë, më tha doktoresha. Edhe nuk e nevojë që t'i lëvizësh për momentin. Dhe po, tash erdha këtu te shtëpia, isha te dyqani. Dhe shihemi në blogun tjetër. Nëse ju ka pëlqyer ky vlog, ju lutem bëni like, subscribe, comment, share, hype. Tu jemi në lagjen time, fix të pallati im. Ja. Dhe shihemi në blogun tjetër që do jetë blogu i ditëlindjes.